Në këtë shkëmbim që është duke ndodhur mes Trumpit dhe Putinit, do mendoj se është një përballje mes interesave krejtësisht të kundërta në lidhje me Ukrainën. Trump flet si një president i një shteti i cili nuk ka një interes etik në lidhje me Ukrainën, pra ka luksin të flasë me entuziazëm pasi flet me Putinin dhe pas 2-3 ditësh të fillojë të thotë që është i çmendur dhe nuk e kupton se çfarë ka ndodhur. Ndërkohë që nga ana tjetër për Putin dhe për rusët, Ukraina është një çështje shumë etike dhe ekzistenciale. Dhe për ta, ajo që janë duke bërë në Ukrainë, çfarëdo lloj sulmi, çfarëdo lloj viktimash që janë duke ndodhur në terren, mendojnë se është e justifikuar në bazë të interesave që kanë në lidhje me Ukrainën. Ish presidenti amerikan, për shembull Barack Obama, kur u pyet dikur për Krimen, tha që amerikanët nuk kanë asnjë interes në Ukrainë, kështu që nuk kemi ndërmend të shkojmë në luftë për Ukrainën. Pra kjo përballje e dy interesave krejtësisht të kundërta me njëri tjetrin ka çuar në këtë pikë ku ka një lloj, le themi, keqkuptimi në komunikimin mes palëve. Në fakt në Ukrainë janë duke ndodhur tre gjëra të mëdha. Dy janë terren dhe një është në ajër në ditët e fundit. Dy terrenit janë ajo që tha dhe vetë Putin që është duke ndodhur në rajonin e veriut të Sumit për krijimin e zonës tampon, që e preku profesori, që ka një mini ofensiv nga ana e ushtrisë ruse në terren, edhe kanë arritur të marrin rreth 150 km2 në 2 ditët e fundit. Nga ana tjetër ka një mini ofensiv të vogël në zonën jugore të Donetskut, po mundohen të anashkalojnë dyja qytetet si Pokrovskun dhe Chasiviarin duke u futur mes dhe duke i rrethuar. Dhe e treta është ajo që duke ndodhur nga ajri.